nusja e djalit e bardhit, që jemi familja më e gëzuar, falënderimi takon Krijuesit, Zotit gjithësisë, që na ka sjell këtë rob, apo këtë rob të Zotit, edhe këtë vajzë si nuse e bardhit, nga një familje shumë e mirë, vinë nga fshati i Gjestit, Pavlani. Nga fshati i Gjestit. Shumë ja ku më përmenat Pavlan, edhe pse është në gjithë me Pavlan, po paka shumë. Edhe Anela, bashkë me Bardhin, na kanë bo gjysh mua dhe Ardianën. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Zot, me një fjali. A është këtë kuptimi i jetës tënde? Po du vetëm me thonë që më vjen keq që prej fotografive diçka ka mungu motrem, po s'ka problem, por besën teme, Aminën, e cila ka linë me 20 prill 2025, po në ditëlindjen e nanës tem të ndjerë. Nana em ka qenë me ditëlindjen 20 prillit, dhe Amina ka linë po atë ditë, i ka veç 45 ditë, dhe s'kum dashtë me publiku fotografitë saj, sepse është ende foshnjë e vogël, ki parasysh, dhe nuk është këto e pranishme, por besoj herën tjetër për të vija, e veç kam i pas 2-3 vjetë. Faleminderit shumë, Zot. Tani duat jemi shumë të shpejt. I kam 10 pyetje. Në skenë, ti duhet ma vazhdosh fjalin, me nga një fjallë. Shkojmë, ecim, se i përshëndeta disa studentat atje. Okej. I përshëndesim pas pak do t'i kemi nxënësit e British School. Në skenë jam Xux. Në jetën reale, çka jam? Në skenë jam Xux, në jetën reale jam Xux. Xux. Pra në dy rastet jetë Xux. Okej, nuk ndryshon. Personi më i vështirë që e kam intervistuar në radio ishte? Edhe pse 21 vjetë jonë shumë, e hanët ditë premë të 50 një aftë. Unë fillimisht me Beratin, kur kemi fillu, nuk kemi dash me pas punë shumë me musafirë, që mës me uvarë prej musafirëve. Ka pas metropoli disa, por ndjesi pas shpirti, një njeriu që ka bërë shumë për kombin shqiptar, me theks veçant për Kosovën, Josef Diogardi. Josef Diogardi. Po, ju pëse ka qenë problematik, por që jëmë dashtë edhe me përkthim për të anglisht në atë kohë ka qenë është para... Ideja intervjistës është që ma vazhdu emrin me thonë. U kry. Pa shpjegime shumë Xux. U kry. Nëse do t'a këndoja në këtë moment një këngë për gruan time, ajo do të ishte? Loqka, e para më ishe, Loqka. Okej, faleminderit shumë.